këtë institucion, besimi i qytetarëve është i rrjetur ndjeshëm. Unë jam Ervina Meta, kandidate po deputete dhe sot flas me zemër dhe me krenari entuziastës së zakonshëm. Unë dhe belçi im jemi thellësisht mirënjohës dhe krenare për transformimin e karbullueshëm që keni përjetuar. Hapni sytë, o çuna, o goca, o vlla, o motra, hapni sytë. Vlora ka arritur majat. Hënë nuk mund ta japim, ose hënë nuk e marrim dot as në tokse. Si mund ta sjellim? Ik bëu shkencëtar, e shtam ka qenë shkencëtar. Bëu shkencëtar nëse mund të bësh shkencëtar e të na çosh në hënë. Projekt ligji i korporatës së investimeve që pritet të miratojnë nga kjo qeveri e bën pronar de facto çdo pasuri publike të paluajshme në vendin, i cili sipas Partisë të Reforma Demokratike e Shqipërisë sipas nesh e bën pronar të lishëm këtë qeveri. Ja ku jam sot, më e rritur, më e vetëdijshme, më e dobishme për njerëzit, për vendin. I kërkova shokut tim të mirë, ChatGPT-s, që të ndihmonte në fakt me një fjalim për ditën e sotshme. I kam vendosur gjithë fjalimet e mia, madje kam shkuar edhe pak më larg, i kam vendosur fjalimet e kryeministrit, kam vendosur gjithë arritjet e programit tonë të kodimit dhe më bëri një fjalim shumë të bukur. Ua, sa të respektuar, u çudita tani. Të dy këta parafolsi që sapo folët duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçaure? Nga e keni dëgjuar këtë fjalë? Ç'është kjo? Që janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor Zoti Noka. Ua!